Flaka nuk Nuk e djeg lëkurën. jo, nuk digjet. Ua. Shiko, që të më thonë nuk të vendosë ku të duash, nuk rrudhoset, as nuk digjet. Ndonjëherë ka raste kur demoralizohesh, por pa investimit të klientit, ti jep atë forcën që Të ecësh përpara. Për një grua që do të hapi një biznes, çfarë mesazhi ke, çfarë këshille ke? Çfarë më të thoje që ajo mos të ketë frikë kur ta marrë këtë hap? nëse do të hapësh një biznes, kur mos prit momentin e dur, sa ndoshta nuk vjen kur, por me pak sakrifica, me shumë punë, ajo arrihet. Nëse ke dëshirë, arrihet. Sot në podcastin tim kam një të ftuar të veçantë, ajo është një grua në biznes, e cila ka dhënë një kontribut të çmuar, sidomos për meshkujt, të cilët zgjedhin të veshin gjëra cilësore. E kam përshtypjen dhe ai është një nga bizneset më bio të vendit, çdo gjë artizanale e prodhuar nga një profesionist, nga një grup profesionistësh, tashmë janë një ekip që punojnë për të sjellë këpucët artizanale më të mira që mund të gjeni në Tiranë, në RS Këpucë Artizanale. E për këtë kam të ftuar kyçin, gruan, atë kryesoren, që merret me çdo gjë. Pra, pas një biznesi dhe pas një burrit suksesshëm, sigurisht që është një grua shumë e fortë dhe shumë e suksesshme. Të falenderoj Agnes që u bëre pjesë e podcastit tim. Kemi pasur një bisedë të shkurtër pak më parë, ku më tregon për proceset, për fillimet, për vështirësitë që sigurisht çdo biznes shqiptar has në zanafillën e vet. Do më shpjegosh fillimet e tua, si kanë qenë, se u përshtate, kryesisht ju keni produkte dhe porosit më shumë vinë nga gjinia mashkullore. Po, ne kemi dyqanin vetëm për meshkuj. Vetëm për meshkuj. Vetëm për meshkuj. Po për femra pse kot për ashtu? Jemi qik dekanioze. Okej. Ne kemi gjithë produktet, masat, kallupet, gjithë kemi vetëm për meshkuj. Kemi krijuar biznesin vetëm për meshkuj. Është e vështirë të punosh me klient të meshkuj? Jo, është më lehtë. Është më lehtë. Si janë kërkesat zakonisht? Klientët duan cilësi, duan rehati tek këpucët, duan dhe lëkurë, të jetë lëkurë, sepse nga kjo vjen domethënë. Shojnë në internet, duan cilësinë. Ju keni vite, sa vite që është hapur? Që merrem me këtë biznes që në 2018-ën. Ta llogarisim sa është. 8 vjet, po. Shumë vite. Ne kemi nisur nga zero. Edhe nëse mund të pyes, ndoshta janë pyetje shumë, sa klientë sa këpucë mund të keni prodhuar deri më sot? Shumë. Nuk numërohen. Shumë. 20 palë në ditë bëjmë. 20 palë në ditë. Wow. Një klient, nëse ka ardhur një herë, ka ardhur prapë në garderobën e meshkujve shqiptar, ndodhen vetëm këpucë të prodhuara tek RS Këpucë Artizanale, fantastike. Kemi shumë klientë që gjithmonë rikthehen klientët. Ky është suksesi, ky është çelësi kam përshtypjen. Po, ky është suksesi më i madh, ky është që klienti ngelet i kënaqur dhe rikthehet përsëri. Unë si kliente jam shumë, nëse ka klient të bezdisshëm, jam unë. Nëse jam shumë dyshuese, nuk e di, jam e çuditshme kështu, dua të mendohem tipike femër, nga ato që mendohen 7 herë përpara. E di, përpara se të marrin një vendim mendohen 70.000 herë, në fund fare prap kanë dyshime. Për shembull, unë këtu shikoj 2 palë këpucë të rreshtuara, fantastike duken, të bukura duken. Por që unë dyshoj se kjo mund të jetë lëkurë. Kam shumë klientë skeptik që nuk besojnë që është lëkurë, edhe arsyeja e çmimit pse është lirë, edhe unë mund ta, nëse do mund të vendosim dhe çakmakun se kështu është ajo që klienti vërteton, nëse është lëkurë apo jo, sepse vetëm flaka nuk e djeg lëkurën. Jo, nuk digjet. Nëse është inkelit, ajo direkt digjet. Po më veja çakmakun. Presioni shkë, vendosja çakmakun. Wow. Shiko, që të më thonë nuk të vendosi ku të duash, nuk rrudhoset, as nuk digjet. Dhe sa lek janë këto? Këto janë vetëm 60.000 lek. 60.000 lek të vjetra? Po, 6.000 lek të reja. Pse keni vendosur çmim këtë çmim? Se është një çmim i përballueshëm për të gjithë shtresat e njerëzve.
si ata që kanë si Në fakt tek kpuca të gjithë njerëzit përpiqen të jenë sa më të kujdesshëm. Nuk duan më lirë dhe klientët nuk blenë më lirë, duan diçka cilësore. Më pëlqen një shprehje për kpucët. E kam edhe parim, kpuca që të vret edhe njeriu që të vret ndroje. Është shumë interesante. Okej, do vazhdojmë me vazhdimet, me si shkojnë. Do të thënë, na tregove zana fillën, ato pasiguritë e para. Po, kur hapëm faqen e Instagramit, domethënë nuk e dinim se si do vazhdoj puna, do ketë shitja apo jo, se ishte diçka e re për neve. Por që dilemat e para. Me pak durim, me pak sakrifica, me sfida, çdo gjë kalon. Funksioni jot konkretisht, cili është aty? Unë merrem me shitjen online, merrem me klientë, domethënë, edhe online edhe në dyqan, merrem me klientelën. Merrem. Po prodhimit ja ke iden? I di gjitha proceset, se si i bën, por nuk është se... Nuk e provuar ndonjëherë të bësh? Ja. Për veten tënde? Bëjmë, po mi bëjnë të tjerët. Të bëjnë të tjerët. E mban mend klientin e parë që ka porosit online, edhe si e ndjer? Po, dhe ka qenë një klient dyshues, domethënë nuk është se ngeli shumë i kënaqur nga çudi e madhe, po problematik, do ketë qenë si puna ime ai tipi. Por që neve nuk na demoralizoi. Domethënë vazhduam me atë ritmin ton, edhe ja kemi arritur. Ai nuk është bindur të rikthehet prap? Ka kaluar shumë vite dhe... Po keni 50.000 të tjerët që blejnë. Kështu që punë e madhe fort. Edhe 90% e klientëve online janë rikthyer. Janë rikthyer. Po. Edhe sugjerohet shumë si faqe edhe si produkt. Zakonisht kur mbinë edhe në dyqan ose edhe online, ka bler shoku im thotë më dha të adresën shoku, motra, kënaqësi e madhe duhet të jetë kur klientit kthehet sërish edhe është i kënaqur me produktin. Po klient VIP-a keni, nuk dua emra, thjesht jam kurioze, kështu si. Kam shumë. Keni klient VIP-a? Po, edhe zyrtar shumë të lartë që vjen gjithmonë, po. Deri te ministrat. Edhe ministrat. Edhe ministrat. Bravo, e koti akuzoj ministrat. E kupton, ato i blen kputucët 60.000 lekë të vjetra, ju akuzoni për marka e për. Po, unë jam shumë, nuk e di pse, dhe njëherë do më thuash, pse keni zgjedhur këtë çmim? Është një çmim i përballueshëm për shumë të gjitha llojet e stresave. Po për shembull ministrit ju mund t'ja shisni edhe 2.000 euro, sa i ka mundësinë ta blej. Pa që çmimi nuk e ndryshoj, nuk i zgjedhim ky është ministër do ta marr më shtret, ky është një lloj. Edhe njerëzit e thjesht pra, për te shakave vinë edhe zgjedhin një produkt cilësor dhe të mirë. Jo se është për të ushqitur faktikisht, ka edhe klient që pyesin pse ka lirë. Por akoma nuk kemi arritur të jetë derisa të arrim atë brandin ton që të rritet shumë, atëherë ndoshta do jenë edhe çmimet tjera. Për mendimin tim, brandi është fantastik. Pra, duke u nis nga cilësia, nga numri i pëlqyeshmërisë, nga puna që bëhet, në fillim fare kur keni hap rrjete sociale, edhe na jepni edhe një mesazh për bizneset e tjera që janë shumë dyshues tek marketingu në rrjete sociale. Kur i keni hapë fillim, keni qenë dyshues? Jo, në qoftë se do ta hapja nga fillimi, tani në rast se do hapja tani diçka nga fillimi, çfarë do bëja? Do investoja më shumë tek rrjetet sociale. Do investoje më shumë, sepse ja ke pa hajrin rrjeteve sociale. Po. Aty është 90% kanë vjen shumë klientë. Shumë klientë. Vetëm Instagram apo të gjitha? Instagram shumë. Është në mosha. Mosha që është mesatare në Instagram. Më mosha me thyer janë në Facebook, dhe nga TikTok-u kemi shumë shitje. Por online. Po, për shembull, këpucë për të ndur. A keni bërë ndonjëherë? Po, edhe po bëjmë çdo ditë. Wow. Po, edhe më thënë pjesa më që ndihem më mirë është kur klienti më beson aq shumë dhe më thotë që do ta lë në dorën tënde, më bëj ti mua për këtë kostumin, më zgjidh çfarë këpucë më shkon. Aty ndihem vërtet e vlerësuar dhe unë jap maksimumin tim. Sa mirë. Për shembull, bashkëshortit, si ju punoni bashk, i ke bërë ndonjëherë dhuratë këpucë? Ai zgjedh vet, ai e bën. I bën vet. Si është punosh me burrin në një biznes? Se zakonisht na kanë thënë që mos puno me tëndin. As me burrin. As me burrin, me njeriu tënd.
Është e vështirë? Shumë e vështirë tani. I kemi punët e ndara. Unë merrem me klientin, merrem me porosit online, merrem me organizimin e punës që janë nxjerr punëtorëve punës se çfarë duhet të bëjnë. Kurse bashkëshorti merret me organizim tjetër, me financat, me furnizimin e materialeve. Ja ke lënë bashkëshortit financat. Nga kuksja i. Nga kuksja i. Kuksja janë njerëz fantastik, me qëra fjala. Agnes, unë për shembull nuk do merrja kur guximin të hapja një biznes me burrin tim, pse e di natyrën dhe e di që të ngasmon për çdo gjë. Dhe pse mund të jenë për shembull gjërat e ndara, punët e strukturuara. Jo, ai do vi aty do thotë një fjalë, shikoj se këtë se ke bërë mirë. Edhe nëse unë nuk bëj asgjë. Ashtu bën edhe ai, ëh. Shiko, edhe pse unë e bëj shumë mirë, duket, pra puna vet i duket më. Shiko, kjo e çon përpara biznesin, kam përshtypjen. Sigurisht është shumë kërkues. Kjo duhet pra. Edhe shumë kërkues edhe po nuk që pa kërkues edhe puna pastaj nuk ecën. Nuk ecën. Ja. Dhe ti në një lloj forme je falendëruese për natyrën që ai ka. Sigurisht, pavarësisht se kemi ato. Po, absolutisht, absolutisht. Nëse ai për shembull nuk do ta dëgjonte fare këtë podcastin, çfarë do të thoje ti? Në faktikisht nëse s'do ishte ai, nuk do isha kaq kam seriozisht, është drejtues si mirë. Po. Është drejtues si mirë. S'të del fjala e mirë fare, s'të del. Si kam si më jemi kështu ne. Ju keni 2 çuna? Që janë binjak. Të dalim pak nga dera e biznesit, se më pëlqen shumë në podcast, dua ta kanalizoj bisedën edhe tek familja, tek mesazhet e mira, tek rritja e shëndetshme e fëmijëve. Dhe me sa ju njoh dhe sa kam parë, për mashallah i thon kësaj, jeni familje fantastike, që edhe pse keni këto angazhimet e përditshme lodhjen si çdo prind shqiptar, i kushtoni një fokus të veçantë të rinjve dhe fëmijëve tuaj adoleshent. Janë binjak dhe duhet jetë shumë e vështirë, kam përshtypjen. Për të edukuar. Që kur kanë lindur. Është një moshë, kanë moshë pak delikate, është moshën adoleshencës po futen edhe, por i kemi pranë vetes edhe i shikojmë, i shohim, nuk i lëm sipas qefit, janë monitorim gjatë gjithë kohës. Po. I ruajmë mos të fillojnë ndonjë vesë, është mosha pak delikate tani, ato janë 14 vjeç e gjysmë, dhe kjo është ajo që na bën që të rrim çik nga mbrapa. I shohim gjatë gjithë kohës, i vërejtojmë që mos të gabojnë. Se ndonjëherë gabimet që bën adoleshencët kushtojnë gjatë gjithë jetës. E vërtet. Tashi tek bashkëshorti do shkojmë prap. Se siç është kërkues në punë, duhet të jetë pastaj kërkues tek fëmijët, të ndihmon duke qenë kërkues? Po, kjo më ndihmon sepse është moshë pak delikate dhe unë figura e babait është shumë e rëndësishme. Jam edhe babai është pak ai që i kam pak më shumë frikë. I futun shina. Po. Shkurt. Ska si fjala babës. Flasim sa të duam ne tani. Ajo që është. Është normale. Okej, do kthehemi prap tek biznesi. Se di që aty të përson. Zemra. Ku e shikon veten tënde ose biznesin bashkë si një ekip? Sa punonjës keni momentalisht? 7. 7 persona që merren me prodhimin e këpuzve. Dhe nuk keni stok njerëz, jo, vetëm çdo gjë është me porosi. Është ndonjë model që e bëjmë që klienti kur vjen në dyqan ta shikojë më nga afër ngjyrat, si shembull, po 90% i bëjmë me porosi. 90% me porosi. I bën zgjedh klienti kombinimet, ngjyrat, gomën. Edhe gomën e zgjedh vetë? Edhe gomën sepse ka cilësi të ndryshme. Ne tani kemi marrë një gomë pak më cilësore, më të mirë edhe zgjedh ngjyrat. Keni marrë gomën cilësore, po çmimin se keni rrit. Unë do loboj që këta të rrisin çmimet. Nuk e di pse. Dhe se më hiku pyetja tash. Një sekond, se më hiqen dhe më pyetjet në herë. Se shkum edhe gomën e zgjedhin vetë, domethënë. E stilojnë vetë, po. Po, zgjedhin, kjo është që ne bëjmë, domethënë, zgjedh një model, zgjedh kombinimet e ngjyrave, zgjedh çfarë lloj gome do vendosësh, se mund të jetë i njëjti model, ja për shembull ky modeli këtu. Po. Ky bëhet edhe me gomë klasike, bëhet edhe me ngjyra të tjera, bëhet edhe me gomë plastike? Gomat janë të gatshme, po janë goma shumë cilësore. Okej, ajo është kryesore, kam përshtypjen në një kputç. Sigurisht që goma po.
Se nuk kam Para ca kohësh idem, kemi pas ca probleme me ca goma, por që E ndryshuat, po, po. edhe tani Për t'i jemi ardhur 100% më po afër japim klientit me 100% kërkesave. siguri gjithçka. Mbas e supozojmë, mbas 10 vjetësh, nuk besoj se është shumë, mbas 10 vjetësh, ku e sheh biznesin? E shikoj me një emërtimin shumë më lart të ngritur. Nëse ne vazhdojmë të punojmë me këtë ritëm siç jemi tani. Sigurisht. Nuk besoj se nuk do ke dyshime fare për suksesin, se ngrasim për shembull me çfarë keni qenë më përpara dhe ku jeni sot. Po rritemi, domethënë. Çdo vit më shumë neve po ecim një hap më lart. Për një grua që do të hapë një biznes, çfarë mesazhi ke, çfarë këshille ke? Çfarë mund të thoje që ajo mos të ketë frikë për ta marrë këtë hap? Nëse do të hapësh një biznes, kur mos prit momentin e dur, sa ndoshta nuk vjen kurr, por me pak sakrifica, me shumë punë, ajo arrihet. Nëse ke dëshirë, arrihet. Çdo gjë arrihet kur ke dëshirë. Nëse ke dëshirë dhe ke vullnet, punë arrihet. Edhe mendimin e Zotit kam përshtypjen. Edhe me të tjetër është e para. Është e para. Është e para. Beson Zot? Po, besoj shumë. Besimin tënd e ke? Jam muslimane. Muslimane. Po. E të ndihmon edhe një forcë më e madhe për të dhënë shpresë për unë edhe burri të dy besojmë shumë në Zot. E di pse të pyes, në miqtë e mi dhe në ato rrethin tim është shumë e rëndësishme që njerëzit kanë besim te Zoti. Është kryesorja. Cili është personi që të ka mbështetur në gjithë këtë rrugën tim? Padyshim bashorti. Ai edhe kur keni menduar që diçka ka qenë gabim, prapë do ta vazhdojmë neve këtë. Patjetër. Nuk keni stopuar. Me sfida, me kështu kemi vazhduar. Ka pas një moment të njës që ke thënë, shiko, duket se unë nuk po i rri mirë këtij formati, dua të bëj diçka tjetër, nuk më pëlqen. Edhe je mërzitur, ke dashur të rhiqesh. Ka pasur momente të tilla? Ka sfidat e veta dhe kjo punë, por si më ndalur asnjëherë. Nuk e ndalur. Asnjëherë, jo. Do të jesh shumë e fortë për të rezistuar gjithë këto vite, një sfidë të përditshme. Por edhe fal besimit klientëve, domethënë. Janë ata që Po, ata. Ndonjëherë ka raste kur demoralizohesh, por fal besimit të klientit, ti jep atë forcën që të ecësh përpara. Shumë e bukur. Po, prit, jo. Nuk ndalem. Jo, nuk do ndalem. Nëse nuk do ishe marr me këtë, me çfarë do merreshe? Ku e shikon veten ti nëse s'do kishe angazhime me biznesin tënd? Faktikisht ka 20 vite që unë vetëm me biznes jam marrë dhe nuk e kam parë veten diku tjetër. Vetëm me biznes? Keni biznes tjetër paralel me këtë? Kemi patur. Por kur kjo punë filloi të ecë mirë, u fokusuat te... Po, edhe hoqëm ato tjetër. Te kjo pastaj. Do më jepni fjalën që do prodhoni edhe këpucë për femra? Se na keni lënë në harres? Vetëm ty do të bëj. Vetëm mua. Ty dhe për mua. Okej, për ne të dyja e kemi të sigurt. Shpresojmë shumë që gama juaj e produkteve dhe prodhimtarisë të shtohet, edhe që klientët sigurisht ata që janë të kënaqur të vinë edhe ta sugjerojnë punën tuaj edhe jashtë vendit. Po për emigrantët jashtë vendit keni bërë ndonjëherë, domethënë vinë emigrant kur vinë në pushime për të blerë këpucë? Deri në Amerikë faktikisht shkojnë. Po. Interesante. Po, por për momentin neve akoma se kemi organizuar që të bëjmë transport jashtë, por kanë njerëzit e vet këtu, e bëjmë porosin nga jashtë dhe dërgojmë tek familjarët që kanë këtu në Shqipëri. Edhe kur vinë nga jashtë, që vinë me pushime verore, ju them klientëve që porosit i një javë përpara, dhe kur vinë e marrin pastaj. Po, kemi shumë edhe vlerësojnë shumë punën me dorë, punën prodhimin shqiptar. Edhe thonë jo se ne nuk kemi mundësi të blejmë këtu diçka të mirë këtu jashtë, kemi mundësi të blerë gjitha. Po është gjë pa hile. Thjesht është prodhim vendas, që është bërë në Shqipëri, ato... Kanë kërkesa çuditshme për shembull, sa ato kanë qef të flamo i gjëra kështu, Po, të kuqe me gjëra të kuqe, zi kërkojnë. Po, po, kjo është që duan, po. Kërkojnë dhe me personalizime, me gërma, po për momentin akoma se kemi bërë, por së shpejti do ta bëjmë edhe me... Agnes, në fluksi më i madh i kërkesave, kur është, në cilën stinë, në dimër apo në verë? Dhe te kjo stina me që po na vjen edhe stina e verës, çfarë na sugjeroni? Edhe këshilla për meshkujt? Po.
Në çdo stin ka pranvera është ai pak që nuk është ai fluksi, po si në dimër si në verë ne kemi po. Edhe sandale Jo. Këpuca verore. Këpuca verore bëhen me materiale të ndryshme, me kamosh, me shumë nuanca, shumë ngjyra. Se këto janë verore, kamosh është më për verë. Bishin edhe me lino, me gjithçka. Për shembull, materiali më i kërkuar që kërkojnë klientët? Ne vetëm me lëkurë punojmë. Lëkurë. S'punojmë me materiale të tjera. Tani kemi futur dhe me logo, ca lëkura me logo. Me firma. Me logo, me firma. Me firma. Për shembull, do vi një moment kur në këpucën që prodhoni do vendosni edhe logon tuaj. Po, së shpejti. Së shpejti do e bëjmë edhe këtë me logo, sepse ka shumë kërkesa. E kemi pasur plan, po tani së shpejti do e vendosim. Okej. Do ishte mirë të kishte edhe një detaj të flamurit shqiptar përderisa juve i dërgoni edhe jashtë. Po, emigrantët sidomos i kërkojnë shumë këtë me flamur. Po, së shpejti po. Se ne që jemi këtu ne s'dim të kërkojmë gjëra me flamur. Nëse do e përkufizoje biznesin tënd me një fjalë, cila do ishte ajo? Nëse do e përkufizoja si një fjalë, do e përkufizoja si një sukses. Përsa si fjali, prodhuar për shqiptarët. Faleminderit Agnes, ishe pjesë e podcastit. Faleminderit ju.